Para se të vazhdojmë me materialin e radhës, ju kujtoj që për të gjitha lajmet e fundit të vizitoni portalin lajmi.net. Seriali Osamir tash 4 vite ka fituar zemrat e publikut. Edhe pse gjatë viteve ka pasur ndryshime të aktorëve, ata vazhdojnë të kenë sukses. Si është një ditë e tyre gjatë provave, dhe mendojnë se seriali e Gjeli po u bën konkurrencë pasi që transmetohen në të njëjtën kohë, flasin disa nga aktorët në storyn e radhës. Për herë të parë u shfaq para 4 vitesh dhe akoma vazhdon të jetë i pëlqyer nga publiku. Seriali Osamir gjatë gjithë këtyre viteve ka pasur shumë ndryshime sa i përket personazheve, por gjithmonë duke ruajtur origjinaliteti. Gjatë provave të episodës së radhës, ne ishim të shohim se si është një ditë e tyre, por edhe të na flasin pak sa i përket roleve. Përshëndetje për juve, Lajmi.net. Faleminderit që keni ardhur edhe mirë se keni ardhur njëkohësisht me pa një ditë tonën provave se çysh kalojmë, çysh i bëjmë përgatitjet tona për deri tek xhirimi. Po, a bën kështu tash? Po. Allah, ej, o Sasa, çfarë të përta? O ti, krejt. O te, andima janë të shkepa çka? Halo papikove, pse fol kështu sana? Hajde sa i mirë po bosh në rrugë po vërtet. O mos fol bre, a penol vetë kur që Një ndër aktorët e cila është pjesë e serialit që nga epizoda e parë është Olta Daku në rolin e profesoreshës së fizikës. Aktorës nga Shqipëria i bie të jetë çdo javë në Kosovë për provat dhe xhirimet e serialit tash 4 vite, por është lodhur ajo nga kjo rutinë disa vjeçare? Jo, për mua ky serial më shplodh. Kjo është dhe falë skenaristit Art Islami, i cili ka krijuar një gamë shumë gjerë personazhesh, shumë interesant ndër vite, dhe personazhin tim, si thosh, ne në Tiranë kemi shprehje ka qëndis shumë bukur, kështu që përveç së dëfrimit nuk kam asnjë lloj lodhje. Tani e lehtë nuk është, megjithatë, domethënë vi këtu dhe jaroj gjitha, sepse me kolegët, me batutat, me tekstin, me skenarin, kalohet shumë bukur. Olta pritje për colli shumë personazhe në këtë serial, por kush mendon se do duhet të ishte përsëri pjesë e Osamir? Dgjoj, sinqerisht, të ishte për mua nuk largoj askush. Më mungojnë gjithë personazhet, gjithë si personazhe flasë, pavarësisht pastaj kolegë mi që sigurisht më mungojnë. Por unë do doja shumë që t'ishin të mos largoj askush nga seriali. Më dukej çdo personazh ka atë veçorinë e vet që është shumë simpatik për publikun. Do më pyesësh kush është personazhi im i preferuar, se kam disa. Kam shumë personazhe, fatmirësisht është ajo që thashëm përpara që Art Islami ka krijuar personazhe fantastik për shijet e mia, edhe është e vështirë me zgjedh një. Siç është e vështirë me lënë në një pazgjedh. Duke qenë pjesë e një seriali komik, edhe ajo ka pasur momente ku xhirimet kanë qenë të vështira për shkak të qeshurave mes aktorëve. Sidomos kur kisha skena me Jonida Vokshin, Elisabetën, kanë qenë gati të pamundura më u xhiru për shkak edhe të marrëdhënieve të personazhit, kimisë që kam unë me Jonidën si me kesha. Ndërsa rasti më i fundit ka qenë dje me Edi Kastratin, kishim një skenë ku Edi hapte derën dhe binte dhe rrotulloi. Syt me lot, nuk mundesha fare. Domethënë ishte ndër gjërat më komike. Edhe Edi i njohur si Gjakovari është pothuajse nga fillimi pjesë e serialit. Si po ja del të jetë i pëlqyer nga publiku prej vitesh dhe si ka pritur ndryshimet që ka pësuar Osamir sa i përket aktorëve. Jo, absolutisht, nuk jam lodh për faktin se kemi çdo herë risi të ndryshme, çdo javë, asnjëna javë, asnjë epizod nuk është i njëjtë me tjetrin, gjithashtu energjia mirë pozitive që mbretëron brenda këtu ekipës dhe energjia mirë pozitive e publikut që na pret është ajo cila nuk na lejon neve të lodhemi asnjëherë. Po për faktin se është në art nuk mundesh me dallu punën e re prej punës vjetër, sepse çdo herë kërkon më të mirën prej vetvetes dhe prej stafit realizues apo prej kolegëve. Nuk isha me
bo dallime se cila periudhë ka qenë më mira. Kuptohet se ditë e para të serialit të këty, do thotë disa vite më herët kanë qenë tepër të mira dhe shumë entuziaste. Mirë, po nuk do me thonë që edhe këto të fundit nuk kanë entuziazmin e njëjtë dhe nuk është shumë mirë. Do thotë çdo herë kaloj mirë dhe nuk munde me nda periudhën prej periudhës, absolutisht asnjëherë. Me drejta, këtu mundu me shkruar. Një ndër personazhet interesante që është bërë pjesë e serialit në sezonën e fundit është Sasa, e cila ka marrë pëlqimin e publikut. Hej, që ma vish pak, që... Sa ka qenë e vështirë për Adrianën ky rol dhe a ka pasur mbështetjen e aktorëve të tjerë si personazh i ri në serial? Fillimisht nuk është që kom pas lehtë, u kon vështirë derisa jom ambientu me karakterin tem, po me ndihmën e regjisorit edhe të skenaristit e kom pas shumë lehtë, ma lehtë. Edhe normal me ndihmën e kolegëve që bashkëpunojmë, kemi ardhur deri te një përfundim i karakterit tem. Edhe po më duket se është u pëlqyer mjaft shumë prej opinionit. Bërë pa lidheve, pa ditë, ku ka me jep? Mes Sasës dhe Jessicës në serial ka shumë xhelozi, por si janë raportet e tyre në jetën reale, tregojnë dy aktorët. Arta ka ardhur e ri në serial, unë nuk e kom njoft, është shumë ma e ri se unë, edhe nuk e kom njoft dhe sa i përket kështu si shoqe. Diqysh më pëlqen tepër shumë se unë nuk i vlerësoj njerëzit sa kanë bagazh artistik ose sa janë të bukur, unë i vlerësoj njerëzit në bazë të shpirtit, edhe Arta është një person tepër i mirë shpirtnisht, edhe është tepër inteligjente, që e vlerësoj tepër, edhe po menoj jam tepër tuni i mirë, se është shumë pozitive, edhe na ka sjell një freski këto mrena në serial. Mirë, shumë, Sasën e kam shumë për zemër edhe kur kërka nuk jena si në rol, që jena shumë duhemi edhe kam shumë gjanë. Ka dole, bëll. Ka dole, bëll, ku e të shku, ka dole. Unë jam në rëmë. Jessica është personazhi më i ri në serial. Arta Nitaj nuk është marrë asnjëherë me aktrim. Eksperienca në Osamir i ka dhënë shumë vëmendje mediatike. A e ka menduar ndonjëherë ajo se do të përfundojë si aktore në këtë serial? Si e kanë pritur aktorët e tjerë? A do të vazhdoj të merret me aktrim pas serialit dhe çfarë ka të përbashkët me Jessicën, tregon vet Arta. Po e kom kqyr, ama që kom e përfundu si aktore në këtë serial, se kom mendu asnjëherë. Si fillim jo vështirë, po ndoshta pak ma ndryshe se çka kom bo deri sot, po e kom gjetë vetën, do me thonë s'kom pas shumë problem, edhe më kam bo këta mundi shumë mirë mesin e tëne, edhe do me thonë dina shumë e privilegjume që jam një prej këtëne tash. Nëse veç vazhdoj, ka me kun se taman prej serialit Osamir ka me pas atë shtymen, se më pëlqen shumë tash se diçka që muj me buhet në tarmen. Ndoshta pos pamjes që i kushtoj rëndësi koqa shumë, ato fjallët e qyshësidhna, jo. Ka dole bular, ku për të bëjnë? Unë marrë me nërën, ka dole me ka shkon. Dole more zonë jam ranua, mira, unë e veç për këtë. Prej 2 javësh ka filluar të transmetohet seriali E Gjeli nga Stupcat, i cili shfaqet në të njëjtën ditë dhe në të njëjtin orar me Osamir. Hej, qau bure! Çfarë mendojnë aktorët për këtë përplasje orarësh mes 2 serialeve dhe a e shohin si konkurrencë serialin E Gjeli? Po, jo, unë nuk e shikoj, do më thënë, mirë do ishte të ishin orarit ndryshme, me gjitha tani edhe ju shtyenin qik orarin, shtyenit pak të një orë, kupton, nuk është një qamet i madhë. Tani ne kemi publikun tonë, Stupcat kanë publikun e vetë, do më thënë, gjithsesi, shiko, tani, e di si është puna, dakord, do një të shikoni Stupcat, shikoni Stupcat, ne na keni në YouTube, do një të shikoni Osamirin, po Stupcat YouTube, e kupton, kemi shumë zgjidhje. Kështu që vetëm nuk jam fare e shqetësuar për këtë gjë. Jo, për faktin se Osamir është që një kohë gjatë në atë orar, ndoshta nuk kisha me pas qef me pas një tjetër serial, njëjtën kohë për faktin se pavarësisht prej publikut, ose nëse një 10% e publikut është me dyshje se cilën me këshyr, më këshin dhim, do të thotë, për me hub asnjërin epizod nuk kisha pas qef me hub publiku, as Osamira, as E Gjelin, se kuptohet që jemi kolegë me zveti dhe puna që bëjmë ne dhe puna që bëjnë ata është një punë shumë profesionale dhe është mëkat nëse 2 njerëz nuk e shohin.
Për këtë fakt nuk kisha pas që me qenë 2 atë njëjtin orar, mirë po, tash janë edhe ritransmetimet, janë reprizat, është YouTube dhe munden me pa cilën ndojnë vetë. Po, une jem të gëzu për faktin se na kemi shumë seriale vendore, se ma mirë është me këqyr njëni tjetërin, me këqyr diçka shqep që sjellët shumë e mirë, plus me një nivel shumë të nalt, sa i përket realizimit, lojës aktorëve, e regjisë. E kom pa serialin, episodin e parë dhe jam jashtëzakonisht e lumtur për kolegët e mi. Edhe jam tepër e kënaqur edhe nuk besoj që ka me mujt për shembull me ra shikueshmëria ose nuk do të me menu që ashtu se ka mënyra tjera që njerëzit mujnë mi pa përmes YouTube-it, përmes gjirafës, kështu që është shumë mirë për publikun që mujnë me pa shumë senet njëjtën kohë. Do me thonë, na jemi të njëjtën kohë transmetohet edhe seriali on, edhe seriali Stupcave, edhe të njëjtën kohë ka shikueshmëri edhe ne edhe kënej. Do me thonë, jemi popull i madh që po na shohin edhe na po punojmë, edhe po menojmë me bo punën mas smirti që me na pa jo. O më një brëdi, o më s'falë bre Stupcat i kemi parë në disa epizode të sezonit të ri në Osamir dhe me kaq ka përfunduar roli i tyre në këtë serial. Kapu më nalëm!